Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Na kanë mbytur shqiponjat këtë javë që nga burgu po fluturojnë. Nesër do flasim për këtë, por para kësaj dua të prezantoj atë që do jetë shpatulla ime për sot, do jetë Megli im për sot. Ai është një komedian, kolegu im i Comedy Thursday, një përmetar par excellence, qytetar nderjesh atje, Panajot Vasili. Mirë se u gjeta të nisë. Mirë se më erdhe. Ta nisim kështu siç na ka hije, me që e bëre ti. A pëlqeu që po më shkojnë në buzë ndërkohë që po flisim. Po gjithmonë aty shikoj. Gojën e shikoj. Me gojë. E ke gojë të ëmbël. Mirë se të gjeta. Faleminderit. Herën e shkuar kisha Daline, po nuk e marr më. Mos e merr më. Nuk e marr më se e bëri emisionin për vete. Ma mori penk. Zërmon se. Më shumë folja ajo apo? E mirë, është e mirë. Po mirë se të duhet ndonjëherë ty të ndihmojnë në burse. Përgjithsisht të ftuarit s'para të ndihmojnë. Kur heroi ka më shumë nevojë për ndihmë, atëherë i vjen ndihma, thotë lashtësia greke. Kur të marr Leon do flas për këtë, sa ai ka qef grekët shumë. Do të filloj të bëj bite gati Leo. Leo është i budalla për ata që nuk e din. Tani kthehemi temës ditës. Kush pa kalon aty? Se ka lëvizje të madhe tek Andale. Po shumë. Po Lirmetën e be? Aty gjithmonë. Dalina aty rri gatuar. Thot për views ata e. Do një kek? Ja, fakt. Dalina na i vi kek. Ja këto do kështu stil Amsterdami. Ore, i Lirmetën e pashu, ua, si ishte shiko, lajmi që më kënaqi mua ishte ajo që Monika Kryemadhi nuk i kthen kokën. I kthen shpinën. Ndërkohë unë po prisja që Monika Kryemadhi e vendos në një sport edhe pedalon me biçikletë derisa fillon ngrihet. Se ishte bërë si ai i ti. E ke parë mama atë film? Ja, ai vendos këtu me disa ta bën paralelizme. Ore, po ishte bërë shumë keq, o bërë mua mu dhimbs kur e pash të besoj apo. Do byth burgu pa. Do byth vërtet. Thonë që është për burrat, po ja që si nga për burrat. Në fakt. Ishte kështu, jemi mësuar ta shikojmë Flori, pa ishte bërë kështu serm fare tani ishte. Si dhe kaj me Florin? Pa ka po. Djalë Flori. Djalë Flori është vërtet. Ore, unë po prisa ti ishte kështu, mo të kishte dalë, kishte bërë ndonjë çik palestër. Të kishte mësuar si bëj këto thika në kusht të shtëpie. Mua më erdhi kështu lajmi dhe tha shikojnë transformimin dhe po prisja kështu 3 këngë, domethënë me ndonjë kanatiere të hollë. Erioni është bërë. Ka bërë një lot. Dhe kur po dhe atë tatuazhin La Familia këtu. Goditi veshat duket. Ja. Apo vetëm ata i duam, i kemi xhan. Edhe ishte kështu burda situata që ishte me Monikën aty duke domethënë fiksi që përjetojnë ndarjen çunat dhe gocat, domethënë. Ai pimo ajo po ndriçonte. Ai ishte këtu. Ajo ishte në prime-in e saj, kurse Liga e shkret ishte... Liga tipik si çunat, kur kështu që u bën me sy aty që si njohin, bën gjëra me duar. Mos e kalova, ndërkohë ishte rrudhosur keq. Po u vdes me këta politikanët që janë në burg që bëjnë kështu. Un jam i njëjti i Lirmeta, prandaj hyrën në burg, se. Duhet mos ish më i njëjti. Aty është e gjithë. Po që më la një ndjesi kështu kur e pash, por mu dhimbs, nuk e di pse. Me vërtet u dhimbse? Mu dhimbs. Edhe mua shumë. Të besojmë Denis, të besojmë. Unë as e di për çka ka hyrë ai brenda plak. Po shiko, unë kam dëgjuar që ka hyrë për një gjë që s'ka lidhje me ato që ai ka bërë, në të vërtetë. Si të gjithë, po të gjithë kështu janë. Po të gjithë po. Prandaj nuk e, me vërtet prandaj nuk e di se ku ti plasi byth apo. Po. Se e sigurt nuk është asnjë nga ato gjërat që ka bërë. Po, nëse do harohet do thonë se ishte bërë Meta tani do flitet për gjëra të tjera, ti do flasësh puntatën tjetër për Metën, s'do flasësh. Jo, unë shpresoj që mos i ndodhi ajo që i ndodhi Trumpit në fakt. Ajo ishte çudi e madhe domethënë, jemi mësuar tani, ore po zgjojmë çdo javë me atentate në Amerikë. Çudi tani, 3 herë, sa herë kanë dashur ta vrasin? Po 3 herë, po mirë ka vini, 3 herë brenda 2 vite, plak as Hitlerit. Nuk e kanë bërë aq shumë atentate. Po si s'po tregohet njëri saktë, bërë janë shumë të Se more, edhe ti e urren kaq shumë. Jo, po them. Nuk është presidenti më keq ka patur Amerika. Mua më bezdisin tentativat e her pashershme të dështuara. Nuk e kam me Trumpin. Panajoti është kundër aborteve, ta dini. Ore, po thoshin që ishte e inskenuar ajo. Pa edhe për të parën edhe për të dytën atë kanë. Po, kështu kanë thënë po. Në fakt mua e di çam më pëlqeu shumë. I inskenuar, po derisa të vrasin si atë Charlie Kirk, ç'a ishte? E pegruan atë ishte Tromax për shkak. Dua të ikin në shtëpi, tha. Dua të ikin po normal. Jo, se kishte edhe nga ata që donin të rinin më burr. E bukur ishte. Me Lizën anësh në një foto aty gjyshi. Është shumë e bukur. Ajo, mori shampanjë, mori. Po, njëra mori 2 shishe verë. Ai që bande më shijoi keq. Ai jam unë, sa herë që kanë ai. Ai do ketë pasur kështu sallamet tona atje që po linte po janë. Shikoj sa. Sa i mirë është ky. Shikoj, male porosi. Provoj. Ta provoj, po. Ja shumë mirë me vërtet. Kjo madje kapokolo është. Shumë mirë që nga. Avash që ta kesh gjithë emisionin. Po, fiks. Futi i got ven. Kjo vera nuk mund të themi fjalë më të mira, po pijet. Kjo është verë Dalinës, më nxjerr vetë, është. E ndjen erën e këmbëve Dalinës. Prandaj që nga kaq e keq, jo. Si çdo produkti Dalinës, po nëse. Ja prandaj s'duhen marka Dalina, po ç'tu bëj tani? Ti vetë më the. Se e dim që Dalina na i fal këto po.
Tani, me që ishim të këto Sulmet. U lajmërua dhe këtu në Tiranë ja 2 herë për kështu për bomba. Po, isha the qendra tregtare që u paralajmërua. Më vërtet, ndodhin në 2 qendra tregtare, edhe te ajo në qytetin edhe unë ndodha tek e para fare. Se ndodhem shpesh aty. A u panikose? Jo, unë shkoj gjithmonë. Ndodhe shpesh aty, më tregon më shumë për veten, po ja se ikam Panajotin. Është një qendër tregtare që është në një pozicion shumë të mirë që unë vizitoj shpesh për të bërë shurën, edhe për të freskuar në verë ose për të ngrohur në dimër. Për këtë gjë admiroj edhe shkoj shpesh aty edhe. Po mos e te ajo Zamirit ku shkon për të bërë shurën deri atje. Jo, s'jam ban njëri, shumë larg por. Shumë larg, po, nuk e mban dot njëri deri atje. Edhe shkova dhe unë dëgjova që unë thash madje atë ditë ishte kjo ndeshja Tirana Partizani edhe dola thash jam për ndeshje, vetëm kur ula në kafe. Se dia që kisha rrezikuar jetën kot. E le shurën mes. Për një pikë shurë, po jo e bëra me gjithë qejf. Po. Ti madje po aty duke bërë peizazhe në mure. Po e çuditshme, ka ndodhur edhe një herë përpara kjo, e mban mend, nuk e di, mos. Jo, nuk e di. Mos po e bëjnë kështu që jam i ri me këto telefonatat e bombave. Ore, mos po e bëjnë kështu që ta bëjmë shaka 2-3 herë dhe sa t'ja bëj bum vërtet. E vërtetë? Po ja pra si me Trumpin. Po, ka mundsi. Po dhe Trumpin le talent vdesi, jo, ai do vdesi vetë nga një smundje seksuale nga një gjë. Po, sigurt. Ai ka qeftë. Ose do bëj nga kështu do mbytet. I ke parasysh këta ai di çfarë është autoerotic asphyxiation? Këta që masturbohen, po që duan që të mbyten me diçka ndërkohë. Nëpërmjet është shpiku. Tamam nëpërmjet. La verbariu ka thënë. Nëse do ishte një njerëz që nuk i do shumë përmetar, do beson. Dua. Edhe mund ta presim këtë se nuk e di. Nuk e presim. Vaskëcurin e duam është. Po tani përveç shkabave ne në palestër kur shkojmë vaskësurin dëgjojmë në kufje. Le çfarë bëjmë të egër kështu kot aty. Aman minullah. Derman mi. Kjo ka nga po luajmë që ditë ajo që nda tregtare. Po, isha prezant. Po s'patë panik me vërtet më? Po jo, mos e nuk e dija që po ndodhte si gjë. E pash njerëzit po iknin po dilnin kështu e pash policin, po thash kush e di, po nga kjo muhabeti ndeshje. Kush e di në një bombë. Në një bombë, sigurisht jemi mësuar ne. Bore mos ishte ai Rogerti, ai Big Brother. Sa i del kështu bomba. Bomba është novka ja di bomba. Ne po shfrytëzon ai po bën ca këngë, po bën ca gjëra. Bën një këngë të keqe fare burrë. Do ta merra atë fliste për atë se unë kam qefta që bëjnë kështu po s'na i le top channelin. Po mirë kanë kontratë. Ska nga sezoni i ri besoj do e marrësh. Atëherë kur jesh super konsumuar si në punaçeri. Denizi kam i të ftuar special. Kam i të ftuar edhe kush e mban atë këngë, do doja të kishim patur Rogertin. Po do ishte shumë mirë. Po pak do flisni gjithkohës për Selinën edhe do e shante. E pe atë me që dridhe ja e fansja? O, sa video e keqe ishte ajo. Po dridhe. Shumë e keqe. Ashtu po dridhesh atë kur era këtu ta ndalesh parë. Kur takove mua, këta që shikoj këtu në Rio. Kur takove këta? Kur takove. Këta takove më qafsh. Po ku diun si një. Është pastrusja ajo. Pastrusja ishte. Jo, më asaj. Pastrusja më re. Të kam dikur. Kam dikur i thash. Është përmetar më tipik, po bënte qoka kështu, dua shumë. I kisha thellë ca glikome vetë, ajo po rrofsh. Ajo s'ishte mësuar me këto. Ose solli glikome vërtet. Po na doli pa plan, më thënë në moment të fundit. E drejtë. Po të më kisha thënë para vetit të ri që isha përmet, do ta kisha sjell. Është faj. Po ja un pasha të Ilir Metës edhe thashaj po marr Panajotin. Shumë mirë, gjetë persone duhet për politikën. Ne do të komentojmë sa lajme me mua. Mezi po i pres. Të bëjmë një friendly fire pak më ndryshe sot. Mezi po i pres. Kaloj me friendly fire. Edi Rama paralajmëron Spiropalin. Nuk dua më drama në parti. Skënderbeu ditë për këdhel. Por edhe ti jap shu plaka. Nxorri shpatën Skënderbeu. Po ja vuri rreth qafës Spiropalit. Po si ka mundsi për këtë se kur kishin kështu raport Skënderbe Donik. Tani u bë Skënderbe dhe Hamza Spiropali. Mos e degdisi si Hamza në rrugëve të Stambollit. Pastaj edhe kjo nuk përjashtohet se ai po të paqi dole kundër. Kështu që edhe ne bëjmë mirë të mos ta komentojmë shumë të lajm. Do ta bëjmë kat të gjithën. Kalojmë te lajmi tjetër. Trefishohen shitja e naftës në Maqedoni si pasojë shqiptarëve që blejnë naftën atje, edhe unë e di pasi të gjithë kushurinë e mi në Pogradec, shumicën e kohës pi naftë. Nga që blejnë naftë në Maqedoni, edhe vinë e shesin këte dhe e thithin me ato markuqet, siç e thonë në Pogradec. Markuqet sa kisha pa ja, prandaj më pëlqen që jemi dy. Edhe unë gjithmonë kur takoj kushurinë e mi në Pogradec, domethënë sa më thon si je, kështu gromsi naftë. Ore po. E di pse nga që nafta me digjinin normale, po ne. Ore si su lodhen këta të borxhit do bëjnë ndryshojnë për ditë. E i rritën prapë për ditë. Ja, shkreti që
është bërë ajo nafta tash ka shumë flash score, bërë update live direkt. Në fakt palesa mund të jetë vajtur tani. 206 ishte çfarë? Se mendon këtë Denisi ta hapësh në kështu andaj naftë Maqedonien po gradec. E kanë hapur të gjithë, po ditë çuna që janë pa punë po gradec këtë bëjnë. Po. Shesin naftë. Kjo periudhë po s'ka qenë për po gradec, ç'bën këtu ti merresh me emisionet e anda, po, më tot. Do kishe bër lek ose. Ne po lulëzojmë si shtet. Një tjetër lajm që ty do të pëlqejë shumë se ti vdes. Në Astir plasa Hengu dhe mishi i hellit në mes të rrugës. Astirianët janë popull. Astiri është vendi im i preferuar, Denis. E di pra. Kur e krahasova me Ferin, më thoshin njerëz, "Çka ke me Astirin, po unë jetoj aty, bre." Po ti ke një shaka që ke krahasuar me Ferin. Po, e krahasova me Ferin e thosha, Feri ishte i organizuar se ka ato rafët aty, kurse në Astir është kaos total, por është një rreth ka aty që bën gjithë lëmshin edhe ka trafik pa parë. Edhe plus kisha edhe këtë që thoya që në Fer të paktën nuk e merr Tiranën e re, kurse në Astir do të marrësh Tiranën e re. Po këtë herë mund ta marrësh me kec në krah. Me kec. Vet nga Tirana e re, ai me kecin atje. Po, edhe direkt. Ndërkohë mund të shkoj në shtëpi. Po. Edhe ta piki me një elektroshpjake Hagen, ti marrë te Electromagic si njeri, me qetësi, edhe pastaj pi godë rakim balkona, por pse duhet mbidhesh me çunat aty në rrugë? E po s'të shikon njeri në shtëpi, po nuk e si ekspozohesh. Pastaj po si raj çik plur aty mishit. Po, ai aty. Ore ti di që në Astir janë shoferët më të aftë ndonjëherë. Pse? Futen kështu pa hapur sinjalin, po e hape sinjalin në Astir, që është kështu pederast. Po, kur fesh. Astiri është 2 orë para, ore, tani sa jemi këtu ora 8, sa është aty është 10. Kur të fundose do të si Atlantisi. Po. Do flitet, do kështu qytetërim që do kërkohet. Po që ka marrë dhe këtë pamje tani një vendi mistike, një zonë mistike në Tiranë dhe shikojnë edhe njerëz me një sy. Kur punonin në Astir ne kishim po flisim me nga këto influencerët, edhe i thamë që të presin tek zyra jon në Astir. E tha, unë thashë ju ishin në Tiranë. Imagjinore sa na dogji. Ndërkohë këto veti jetojnë në Mzez. Në Mzez, po, në Kashar. Jo se ka gjë Mzezi, e? Ose jetojnë më keq, jetojnë në kombinat. Po në kombinat është kështu, po unë s'e kam me kombinat, unë kam me kombinatin. Kombinat sa hyn e ndi që kalon në kohë tjetër. Duke qenë sikur kthesh në të shkuar. Po janë me kanatier me 45. Mund të shkëmbesh me Nexhmi Hoxhën aty pa e kuptuar edhe. Janë kështu, janë shpirt shumë të vjetra, e mbyllëm. Mirë. Jeko se më pëlqeu të dalë me Nexhmi Hoxhën. Po, shumë mirë. Mirëmbajtja e bukurisë dhe trajtimi estetik daton që në Egjiptin e lashtë. Kleopatra ka qenë e famshme për rutinën e saj të bukurisë, gjithashtu edhe që u martua me 2 vëllezërit e saj. Tmerri madh. Flora, po që ke shumë e bukur edhe flokët të shkokan shumë. Po, faleminderit. Çfarë ngjyre ke patron parë? Këtë ngjyrë që kam. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e dashur? Mirë. Denisi. Sa i mrekullueshëm. Jam takimi special i orës 3. I'm going to the toilet. Se kam frikë se relaksohem shumë edhe. Imagjino. Pas ka bide. Koha për relaks. Asnjë mendim negativ. Duke shkruar në sallën e operacionit. Se keni që të keqe për të menduar gjithmonë dhe kur i ke gjërat shumë. Oh, thank you so much. Po ndihesha si gruaja e një oligarku. Kështu do të më fliste edhe gruaja ime, se gjithë në faleminderit, si të më thotë të lutem zotëri. E dëgjon si thotë zotëri pas çdo fjale? S'ka më grasi kjo. Vetëm Maroku i bën. Kjo ishte vetëm për të inatosur Jacqueline. Kjo grua e mirë marokene vendosi të ndezë një makineri sadiste. Ndihem si një kuçke e vogël borgjeze. Mjekra ime që ishte prekur vetëm nga thërrimet, tani po preke edhe nga këto duar magjike. Këtu dukem si Jezusi. Si era hallur. Gjithë ky trajtim po më jepte uri. Shumë hat hallus tani. Si rrëmbim alinësh. Po më bëjnë gjëra anale, më di. Gruaja ime ardhshme një moment po më përkëdhete kujtimet e fëmijërisë. Mendimet e mia po piqeshin si kokoshka. Kështu duhet ndihet edhe Alfred Sako. Këtu po më ngacmonte seksualisht një robot i vogël. Are you married? No. You want to get married? Yeah. What is a husband? You.
Suela u dha trajtimin final flokëve të mi të mëndafsht. Thank you so much. Nuk e di çfarë më bën. Nuk e di sa kushtoi, Zonja ju uroj një mbrëmje të këndshme. Kalofshi. por flokët e mia e din. E din. Mirë, tani kam këtu me mua një mysafir, një zotri, një gjithçka bërës. Këngëtar, aktor, komedian, shkrimtar, biznesmen, motivues, guru. Erman Mamashi. Se po më tregoni Barsaleta para se të... E mbyllim këto, ishte me Erman Mamashi. Erman si e vlla? Pra bëj një gëzuar? Urime, po. Mos e pi. A vjen keq që mos pi unë? Jo, mos e pi asun. Unë pi alkool, por nuk pi verë. Është një rregull që e kam mësuar këto trajnimet që bëjnë që nëse do që të ruash energjinë tënde, frekuencën e lartë, nuk duhet t'i fuzësh trupit alkool, se alkooli ka vibrim të ulët. Do të pish alkool për qef, po pi vetëm nëse alkooli është më i vjetër se sa ty. Që thot, unë jam 44 vjeç, nëse ka një alkool që është më i vjetër se 44, unë e pi. Nëse nuk është, nuk e pi. Okej, shumë të shtrenjtë. Nuk besoj kjo vera është 44 Kjo vjeçare. është 7.000 lekë që ka marrë me Lisa aty përballë. Është merr e madh. Ne s'kemi as sponsor tani. Këtë mund ta pi për shembull një djalë 7 vjeç. Po me kola. Që Ta kaloj. Si ti je sigurt që do bëhet një djalë i mbarë. E po faleminderit që merr dhe po t'jam qepur keq. Shiko. S'po t'kapja dot. I dola para makinës, o i thash, më shtyp, më vra. Nuk të le. Dhe urime, sinqerisht që ke një lloj kjo quhet shitje. Do duke lënë modestinë jashtë. Le, më fal. Ti e le që kurse që pi vera të buzetës, kështu që. Më kanë thënë shumë veta të shkojnë në podcaste e tyre këto, sidomos këto kohë. Ata janë vari. Okej, fillon shumë mirë. Por këmbgulja jote, aftësia jote për shitës më bëri që të vi këtu dhe më thënë dhe më pëlqen dhe kjo energjia jote, kjo batutat e tua, vetëm se kjo tavolina është shumë për dëshiruar. Shkako, Është shumë e lodhme. Kisha i të madhe. Oh my God. Edhe më tha Dalina, një Dalinën? Dalina është Dalinën, shef, patjetër. Dalina Buzi, sigur. E kush nuk e njeh atë? Edhe kisha i thashun të lutem rregullo tavolinën, edhe ishte e madhe kjo. Edhe erdha aty që kishte zvogluar, mendoja që do vinin tjetër. Shiko, përveç tavolinës që mund të kishit bërë më mirë. Po, e vërtetë. Shpresoj sezonën e dytë. Jo, komplimente, unë i ndjek të gjitha këto projektet e Dalinës, edhe më pëlqejnë shumë. Përkundrazi, ajo nuk pëlqen asgjë nga projektet e mia. Me vërtetë? Kur? Se keni një bifi kështu me Dalinën? Jo, thjesht është një lloj marrëdhënie e tillë që mua më pëlqejnë shumë veprat e saj, ajo nuk pëlqen asgjë nga veprat e mia. Pse të ka bërë një shkrim në një gjë kështu? Gjithmonë e bën. Dalina, veç ke me Ermalin më? Ku është? Ja, aty. Kjo ku është Ermal? Ermali është aty. Nuk e di, unë shiko, e kam kthyer këtë anën time artistike në një lloj sfide që unë tani nuk i bëj gjërat për veten ose për publikun, i bëj gjërat që ti pëlqej Dalinës një herë në jetë. Edhe unë, fakt. Unë do ta gjej rrugën drejt saj. Po, në fakt edhe unë vetëm atë kam. Rrugën drejt Dalinës. Atëherë ne dy duhet të bashkohemi. Do bashkojmë forcat me Ermalin. Dhe të bëjmë një gjë që ti pëlqej asaj një herë Shpresojmë të jetë kjo. në jetë. A shko, Dalina më ka thënë mua që post more kështu 50.000 views me Ermalin nuk. Besoj kjo do shkojë shumë më shumë. Ashtu? Shiko, atëherë, Do ta shesim domethënë. nëse ne bëjmë një gjë që ti pëlqej, nëse ne bëjmë një gjë që do i pëlqej Dalinës, unë them që në moment ne ta ndërpresim karrierën. Do ta fundi. Fillojmë veshim një thes. Më bëjmë kështu asket, çaj quhen ata. Dalim ecim tuk liçeni me zbathur. Janë ja dy kështu që. Po ti bashkohemi atyre. Ai është grupi që i ka bërë diçka në jetë për Dalinën. E kam jetën. Dalina Zemër. Unë nuk doja ta bënim këtë bisedë, po. Se ka erdhi data 1 duhet marr rroga Ermal. E kuptoj. Mirë, shko, studion ma ka qarë. Nuk është si e jotja. Hallaj vetëm për këtë tavolinën kam diçka, po çdo gjë është shumë. Edhe publik s'kam, as orkestër nuk kam. Janë ja dy çuna këtu që këndojnë. Fakt pëlqejnë këto çuna se. Marceli, Po na japin shumë energji. Niki, Melisë. Po, do doja të kishim edhe dikë që këndojnë. Kemi një çun këtu në Gentin, ai këndon shumë mirë. Është edhe Desi, pa i bie fyellit, nuk është se. Ermal, shiko, unë të kam dikur ty që të shbëlqa, amazë do qaj, isha shumë i vogël edhe di qa urreja, ta themesh histori e vërtet. Urreja sa nuk e di kot, jo. Ishte pjesa ju ishi gjithmonë në numri i fundit. Edhe unë isha shumë i vogël edhe mbaj mend që isha kështu po mzinte gjumi, e tha, okay, thjesht do mbështeten pak. Fakt sa vjeç ke qenë në 2003-shin? 9.
Oh my god. Unë pas kam rritur me këto. Ke rritur më burr. Ore po ti se pesi takova se kështu pas. It's okay, sa e lash. Domethënë një nga ndjenjat më të bukura që kam unë, që kam kështu kujtim, është kur domethënë në mëngjes shkuam në shkollë dhe të gjithë kemi folur për bitin tënd me Xhimin, me Zenunin. Në një orë kemi folur vetëm për atë para se të hynim në klasë. Thank you. Kush këtë kujtojnë kështu nga këto skeçet e vitra që thotë ndonjëherë, ku diun, të bënë referenca apo. Po, këtë Se ti ke bërë shumë. Emër Zenun, këtë që bëja kështu ose ato burgaxhin, edhe nga apartamenti Dyslë është krijuar një lloj trendi që i kujtojnë ato vdekjet. Vdekje qani. Këto gjërat. Jo, unë të kam ndjekur nga ajo deri te 2 sezone sa ishe ti te Ku? te Dyksle. Jo, kam qenë gati Apo disa. 2 vjet, 3 vjet. Sa i bie 3 sezone. Një vit me thonë drejtën kam det për respekt të turit. Turin e kisha është i mirë. Para një viti. Ço, do ta themi që ti ishe kryesori i zbëlçave. Mos bëj modet. No. Ti ishe John Lennon i atyre. No. Nuk e pranoj, si që Okej, po ta them unë. Ermal, ti ishe John Lennon i zbëlçave. Ai ishte Ami Yoko Ono jote edhe Tae, po i kam ata dy budallën tani mjaft. Shiko, në atë parë s'po qenë këto paralelizma sepse Po me John Lennon. Ai është një ato fansat. Misi unë kam fansat të mi, janë njerëz Po janë aty jashtë. që besojnë tek energjia e mirë dhe ke rritja. Të çmendur domethënë. Po. Fazat e Ermalit, Pak a shumë kështu si unë. të gjithë të çmendur jemi nga hiç. Themi te zbëlçat më mirë. Po. Pol. Atë tha gruaja Jiko, se edhe Xhengis Khanit ajo Jo. i tha që dy deshni çai i tha kështu nuk funksionon. Jo, po mendoj që pra aq kosa që qëndrova ky grupi ishte mjaftueshëm. Momenti më i mirë për t'u larguar nga një takim është kur biseda është në peak state. Ka një kurb që shkon këtu lëre. Më thënë Ermali thotë gjatë orgazmit ik direkt, le gjys për jashtë. Këto shembuj të Denisit janë fix. Ore, si të duke këta ish kolegë tani? Ermali me... Me Ermali. Kujti Prodani. Po. Ginti me Julin. Duke sikur ka nevojë për një Ermal ata? I don't know, kanë Sa ata vetë janë kolegët e lider tyre. ashtu në... Jo, unë besoj që janë edhe mendoj që kanë si thua kanë ndërtuar një lloj figure serioze në kuptimin e artistik ose të rritjes tyre personale. Ginti po njërë. Se Juli hyrin për Big Brother, ka bërë ca gjëra kështu. Ironia e fatit është që të dy janë të njëjtin, si thua, janë në dy pole të ndryshme, në dy televizione. Edhe me punët që bëjnë tani. Që bëjnë të njëjtën gjë, domethënë janë të dy ke E po fiksi Juli dhe është drejtues tani, se Genti më shumë di kësaj mirë. Parë se Juli sa bën gjë atë. Genti më pëlqen shumë. Unë nuk do shkoj aty. Nuk do shkoj aty. Më duket që të dy e bëjnë shumë mirë. Kushte, me vërtet. Unë Genti do ta kem javën tjetër për që. Okej. Do ta do ta shikoj. Atëherë, me që do kesh Gentin, Genti është më mirë se Juli. Genti është më mirë. Ore, Genzenili apo Gent Beko? Në çfarë? Në seks gjithmonë. Genti ka qenë shumë Genzenili ka qenë shumë i mirë seks. Gent Beko në fakt është personi i parë dhe që jam mirënjohës për jetë, i cili më ka ftuar që unë të bëj aktorin. Unë studia për kanto dhe ka qenë një moment ku unë si që bëj gjithmonë dhe tani kisha hyrë sipër tavolinës edhe ishin gjithë ato të kursit atje, ishin ja 30 veta, edhe unë imitoja këto mësueset, këto zyshat e akademisë dhe Genti më shef aty që po imitoja këto, më thotë, pas ke shumë talent për aktor, edhe unë kështu, yes, kam i shfaqje, tha, kam i rol të vogël, a mund të vish ta bësh këtë rolin? Herkuli ka qenë shfaqja. Për Herkulin ti? Po, unë bëja një person që dilja dhe nga aty në prova e zhvillova karakterin tim, sigurisht edhe me ndihmën e njerëzve e aktorëve të tjerë dhe u bëra një nga personazhet më pikant të kësaj dhe nga aty pasaj filloi kjo udhëtimi im në aktrim. A të mungon më? Jo, më shumë atë mungon komedia dhe të pyesja. Komedin unë e Si shpreh profesion, jo si... Se kështu e keti, e Po, shikoj. duke qenë se po e implementojmë me një herë tani këtu, më mungon. Por në një farë mënyrë unë e shpreh veten time si artist ose si komedian, edhe në trajnimet që bëjmë, sepse gjitha trajnimet unë i kam të mbushura komplet me humor. Po të vish ke trajnimet e mia do qeshësh nga fillimi deri në fund. Do vi, të thash. A do taj Vasilis, a i ka shumë lek. Vasil Naxhi është një nga miqtë e mi më të mirë që më ka ndihmuar të futem në këtë rrugën dhe më ka Vasil. Unë si kam folur asnjëherë, në fakt, isha në ashensor çdo mëngjes me Vasilin, ishte në hase, thoya, era lek. Po ndoshta Denis ndoshta s'ke ditur çfarë flasësh. Po çfarë do të thoja, s'di, jam dalla. Në një nga këto trajnime që bëjmë është që unë i trajnoj njerëzit se si të flasin 2 minuta në ashensor.
me dikë të cilin duhet të krijojnë një marrëdhënie. Puna më e vështirë në botë është të flasësh me dikën në ashensor. Imagjino domethënë, futesh në ashensor me Zamir Manën dhe aty nuk ka as val, nuk ka as njerëz tjerë. Dhe ty të krijohet mundësia e jetës që ke 2 minuta me Zamir Manën në ashensor dhe ti duhet të tregosh kush je ti, çfarë bën dhe çfarë mund të bësh që Zamiri të të mbështesi. Dhe ti duhet të jesh gati. Le të bëjmë ty gati, brother, po duhet të lesh takim me mua që të të bëj gati. Lamo, do ta lëm, unë numrin ta kam tani. Okej. Do qeshim, unë do të bëj për qeshur ti më bëj të pasur. Okej. E kam seriozisht. Por dua të bëjmë si ty, nuk klasit jem kështu, artistët janë të varfër, si këta dallit. Do të bëjmë të pasur. Por kur ke qeshur herën e fundit me veten që ke bërë ndonjë që ke qenë në shtëpi, të zhderdhën që ku do të ke dhënë një gjë vetes. A je kështu tipi weirdo kur je vet? Se unë jam shumë plak. Po, na herë flas për shumë me televizorin, jepen lajmet ose nuk e di, edhe unë filloj të them, "Jore." Po. E pra, a flet kështu edhe unë kam atë. Po, ore si kënaqem. Edhe mirë pra, them, po iki tash edhe më fik televizorin dhe iki. Të flet me një perdi aty. Ty let, si thon bamir. Ore, po e ndjek në një çik komedin shqiptare këto. Sa është të thek këtë fermën? Fermën. Po. Do flasim me prandaj, po do të pyesim për Ky komedin. emision që po bëjmë do jepet në qershor apo vazhdon është në prill? Pse ke kontratë? Jo, po them se a ka marru ferma në atë kohë kur Do jepet të njëjtën. transmetoj. Këtë tente që jemi. Po. Po. Nëse se ndjerim do të Arbana, zemër të lutem në aler. Ka merr malin këtu. E po ti je skandal fare aty. Në shkuptim. Nuk je mirë. E shikoj je kështu si biorat, ose s'po të paguajnë shumë. Se që të pëlqen, është e vdekur. Nuk e di ku e ke. Ja, ky është një nga rastet kur perceptimi gabon. Është i gabuar? Po. Po pse ndonjëherë shikojmë duket budallëk e gjitha. Jo, shikon, nga ora. Ma kam seriozisht se ke vënë ti. Ti vetë më the pyetje për atë madje. Se unë kisha. Janë sa gjëra që jo, s'm se kam pëlqejnë. të pyetjet madje, po tani u kujtova që ma tha kjo. E vërteta është janë sa gjëra që nuk pëlqejnë, nga ato, po jo nga ato që bëjnë produksioni, po nga ato që bëjnë ata fermerët atje. Dhe më tradhton shumë fytyra nga pikpamja. Po i komedian apo je sinqert. Po, edhe nuk mundohem shumë ta mbuloj atë, se mundem. Po një nga gjërat që më bën që po e vuaj shumë të kohë është që po qaj shumë. Po qan atje? Po qaj. Se unë se kam parë. Po. Jo, të betohem. Po atëherë si e ke parë që nuk. Kam parë disa klipe mo që je kështu, që po ça, duke sigurisht le fjalën me sa vaj. Ora kur më futet kjo Angel për shembull, Angel. Po, Shkira. Po, kur më futet them unë, po tash unë do bëj si gratë, se ajo bën si gru. Ja. Nga që është gru. Po. Edhe ashtu duhet bëj. Po, s'duhet bëj si burrat. Ato vetëm duhet dajnë, ne. Po, unë them. E di çfarë unë po e bëj si burrat. Edhe rri, fol tash. E pra e kam parë je kështu, na lodh. Okay. Oj, po me atë mozën merresh ti, se s'jam ban njeriu të merret se komentojnë kështu, ai shajni. Po të futesh për shumë, unë vetëm unë e godas mozën. E pra. Po. Po çaj tha me babain, ja dhjeu keq. Po mu do kot fare ajo. Po kot. Nena, dje E kështu muhabeti. Moza çfarë tha? Po muhabetet e 93-shit, 93-shin kemi Koto qeshur. fare, ajo dhe Gent Azizi më këto batuta. Edhe Gente ma thoti tash mja. Me që këtu të komedian të mirë njohur si Genti. Jo, po isha dje bëm atë festivalin e stand-upit. Po. Çmendura fare Genti. Edhe Genti flet me perdet. E një Gent Azizi. Po si jo. E ke parë që skenën e komedisë tani në Shqipëri? Po rritet ky stand-upi këto gjërat. Edhe unë bëj stand-up. Unë kam pas një nga yjet tuaj. Besin. Po, e kam pas në ekip. Madje mund të them që ndihem krenar që kam qenë zbulusi i Besit, sepse po, e morëm nga rrjetet sociale, e futëm në fakt ai ka ardhur në apartament, duket një herë, pastaj e morë ke 6 ditë për Armalin. Ai ka shkuar më herë fakt për apartamentin. Po, I morë propsat kot. Pastaj edhe ke xing me Armalin. Më pëlqen shumë humori i Besit, më pëlqen shumë humori jot. Duhet shoh, e Gentin pëlqen shumë, Azizi. Po kam pa që është, si thua, janë frymëzuar gjitha komediantë e rinj dhe është një gjë shumë e mirë kjo. Nuk e di sa a ka lekë kjo. Po, këtë po bëjmë në lek, po në kështu, e ke pra për një rrogë më vete, jo që të lesh gjërat që po bën. Po televizioni ku po të çedon sot, se prandaj po bëjnë këto format e reja të argëtimit për mendimin tim, se mendoj që televizioni ka marrë një spirale që nuk e di ku po shkon. Lufta tashmë është për vëmendje. Dikur ka qenë më e lehtë ta marrësh vëmendjen tjetrit, sot duhet të jesh gjithkohë duke bërë jam këtu, më shiko mua. E lodhshme. Më shiko. Unë do doja të flisja me ty tani pa patur në mendje ritmin e këto gjërat që më thot Dalina, çfarë më thot ajo. Po. Do doja ta ka ritëm. Emision. Shandër me mamaçi. What? Ti që nga mbiemrin në fakt. Që domethënë Ja, edhe këtë e ka thënë Moza, ka bërë humor me mbiemrin tim. Që sugjeron seksin me një milf mbiemri jot.
Po moza çfarë bëri, kështu që Po tha duhet ta kishte baba që jo mama që ha. Edhe u shkrin ato. kapet nga që Okej. Domethënë bullizimin tim të jetës time ajo e përdor akoma në po ti e ke përdorur vitin vetë, 2600. Edhe kush me Julin çfarë bën ato Smell Mountain madh. Po, hy. Po ky vërshimi i filmave si po duket, se ti e ke hapur këtë lojën e filmave komershëm. Po, është gjë shumë e mirë. Filmi i parë shqiptar që ka parë në kinema, për herë të parë në Tiranë, isha student i varfër, Femrat ka qenë. Oh! Vetëm. Yes, ai ka qenë një bashkëpunim me Coloretto Cukalin, edhe në fakt, Diheshim me Kolën. yes, ja atribuoj atij të gjithë, le të themi, suksesin e atij filmi, ndërsa dy kish mjalt, njëshi ishte tjetër histori. Shuan familjarisht. Ai është filmi më i shitur shqiptarëve. Ai është po rekordin që e ka dhe ne kemi bërë në të gjithë botën. Ai ka mbi mund të themi 500.000 bileta të shitura. E mirë mjata. Po, si të zhdukur ky vërshim? A ke parë ndonjë? Nuk është se i kam parë të gjithë, S'ke parë asnjë. Më thuaj kë ke parë. Nuk kam parë të turit, nuk ka pëlqyer shumë. Po mirë se turin e ke shok. Edhe ishte i bukur në fakt. Por që më vjen shumë mirë që industria është zhvilluar, njerëzit po shkojnë kinema, të shohin filma shqip, kjo është një lajm i mirë për shqiptarët. Edhe unë këtë mendoj. Tani do të bëj një pyetje. Po do të thoshte djali jot nesër, që babi unë do bëhem humorist. Komedian. Çfarë do i thoje? Si do reagoj dhe çfarë do i thoje? Unë i kam lënë të dy fëmijët dorë të lirë tani të Ti je baba modern, okay, po. dhe të shohin sepse talentet e fëmijëve e njerëzve duken që kur të ka mosha 5 deri në 7 vjeç, duhet të jeni të vëmendshëm të shikoni si çka kanë qejf të bëjnë, po do të vite gjë e mirë dhe sigurisht do ta bëja pyetjen si do t'i bësh lekët. Dhe a futesh direkt në mendje mo djalit të muhabetet e lekë. Po ti i bën faktati ca trajnime se të kam parë të video. Po padyshim që kopjuar atë amerikanin. Po padyshim që leku është shumë e rëndësishëm. Ka njerëz që thonë që leku nuk të bën të lumtur, Të bën. po që të bën. Unë ndjesha shumë keq kur s'isha lek. Ta shpifte, s'pagua do qeran, ishte shumë keq. Nuk dua ti më kurrë ashtu. Kështu që nuk i kuptoj këta njerëz që thonë. Jo, më unë dua të bëhem si ty. Pa lek, budallëndja pa lek. Nëse me që ishim te djali dhe te këto situatat kaq emocionale, unë kam përgatitur një surprizë. No fucking way. Do vi të takoj dikush tani, Edhe që ti si Rodina? si Rudina, po, si Mira Kazhan jam. Do vi të takoj dikush tani që ti e ke paq për zemër, i vetmi person që ty të ka lënë gojë hapur. Okej. Personi që ti ndoshta mund ta duash, ndoshta edhe më shumë se djalin. Okej. E mirëpresim. Shiko këtë kam sjell. Hajde mo. Po ku je? Shiko kush është. Po ku je më normal, ku je? Panajoti më fjalë. A mbamë? Para se ka Ka emocione, ka emocione. A mbamë Panajoti? Po si je më normal? Mbamë me vërtetë? Ai që të ka një gojë hapur më ja. Do ta vëm këtu. Jo, vërtet mbamën? Po si s'maj bën kur? A ku se? Kartë ke Filloj me mashtrim. Ka kartë ke trajnimi. Po mo. Ua, më mbaka mend ora, shiko. Ke qenë të trajnime mo? Po, më ka ftuar vet, po. Duhet ta kemë numrin ta bilës. E ka dhe numrin tim, shkoj e mban mend. Shiko, ti ja ke thënë para 3 viteve që ma jep numrin, i ke thënë ajo te veshajt atje, se kam një mundësi për ty, i ke thënë para 3 vitesh. Po, Tash do ta Shiko, se pasi të mbaroj kjo do t'japish një numrin normalit se ka një mundësi. e mban mend Denis ju takua para 3 vite dhe thash kam ngelur keq pa. Me të po prisi are. Shiko, ti kur 3 vite vërtet. E di çfarë të tha ky i ke thënë Panajotit që diçka e mrekullueshme do ndodhi me ty, a me jetën tënde. A ka ndodhur? A ka ndodhur Sa një më gjë? the atë, vetëm për poshtë. Vetëm keq. Po se prisa të mbaj mend. Ne na shkatrove gjithë surprizën. Po, unë mendoj se ishte Do e mbaj përgjithshëm. mend. Unë haroj veten, më përsi mbaj. Ka ardhur ke xhirimet e filmit që po xhiroja unë. Po, sa atje më the të vija, më mashtra. Vërtet më Jo, sa ke bëj thënë ti? shaka. Po që i fshiti Panajot. Jo, atje më mori, atje më mori. Atje më mori që më tha, shiko, unë ta mora numrin, po s'të bëna një gjë thjesht. Atje më bëri surprizën e hidhur. Ah, okay, ti ishte tha që ik. Unë thash që kështu ti bja në një quiz, ti thasha shiko se bashkë kemi bërë viral mamaqi. Po çfarë nuk të Jo, arsyeja pse unë të thash që mund të diskutonim ishte që ti të bëhesh pjesë e grupit tim që të shikoj këto pjesë të trajnimit dhe çfarë mund të improvizonim ne që
Por ti nuk u bëre më gjatë, duket. Është i grup që bëjmë BDSM. Erdhe ti pastaj te erraun të trajnimi? Thash normal do flasim tash. Po. Të shkruata mesazh? Po. Malesin. Sa e ke shkruajt? 2-3 herë. Po pasi që lavir. Ja vjen. Ja më Shkruan burrave të bollës, shumë. Ja më. Dyshoj që ke shkruajt 2-3 Ja herë. s'kam shkruar asnjëherë ç'është e drejta. Po atë Nuk është fare, thjesht donin të nxjerrim Si e keq. shkruat asnjëherë? Si kam shkruar asnjëherë po. Unë çka kështu uri me gëzuar pashkët e male gëzuar me njerëj. Muaj të mbar në atë kafe turke. Me atë kafe edhe kështu. me lule. Aja është e bukur. Mi çon mamaja. Edhe mamaja ime, po. Po që E po të çmalla ama me panajot. Jo, u knaqem. ky më ka kërkuar ore pas më ka gjetur. Fare po që. Unë nuk Jo ishte një nga surprizat. nuk do ta harrojmë Po këtë. më plak. Kjo do jetë, nuk e di, çat Shiko, ajo e mrekullueshme që më premtove ti mua erdhi sepse unë për shembull nuk e dija që mbahesha më nga njerëzit o burr. I like that. Do t'jap prap numrin për herë të Po, dytë. e ke ndruar apo e ke akoma? E kam atë të njëjtin. Unë prandaj se kam ndruar, më është futur në borxhe, kam dhënë se do më shkruaj Ermali këtu. Prita shohim ja, se po Çe do nuk më. të gallat. Panajotin e kam kolegore, bëjmë stand up bashkë. Po. Që e Panajot stand-up e ka shkruar më e shef apo jo? Ja tregu më mua. Jam shumë në rregull, po. Kështu varja kthej çik mbrapa. Si E marr maçi treni kështu. duket vetëm aqi. Aja tregon pak te kamerat e lutem. Okej, moza, faleminderit. Na knaqe. Le të bëhemi pak serioz. Fenomeni Ermal Mamaçi. Unë po diskutoja në një tavolinë me disa miq, edhe po thoshim këtë që si ka mundësi që Albania's Sweethearts, që ka qenë gjithmonë që Ermal Mamaçi vdisnin nënat, shkrieshin e gratë të gjithë. Tani është kthyer kështu që njerëzit thonë, disa dua të them, është thjesht perceptim online e budallënj që komentojnë që po thonë kështu po jo ky ka ndryshuar ne s'kemi ku çojmë porrët tona se shikoj ca gjëra nga këto, i ke parasysh? Domethënë gjas me kritika, domethënë kështu sikur i pa pëlqyer sikur tani është bërë biznesmen. Ja, është një risk që unë e dija që përpara se ta shpreja këtë publikisht, sepse ndryshimet gjithmonë vinë me hapi i parë ndryshimet është kundërshtia. Nuk ka gjë më të vështirë se sa të shesësh me në shqiptarit. Domos po pataj çik vetë besim të shan nga rob direkt. Po e disa më shajnë mua edhe me këtë emisionin. Po bëre ti duke shpi kokainë nga këto gjëra u kot fare. Seriozi u pja cigare. E di, po kur emri jot rritet, rriten ata që të duan, por rriten dhe ata që nuk të duan. Dhe kjo ka shpëtu jetën. Po shko, emri jot ishte këtu dhe të gjithë të donin, sidomos si komedian. Të themi drejt. Po. Okej, e di që po i lpi bythën, shumë, po ishte shumë e vërtetë. Kema thoj Ermal nuk ka njëri që të një Ermal Mamaçin. A të vjen keq që tani kjo mund të ketë shkuar që disa njerëz e ka prish leku, e po budallin. Shiko, mirë nuk më vjen që disa nuk e pëlqejnë këtë gjë që unë bëj, por nga ana tjetër ndihem shumë i përmbushur kur shikoj se në çfarë niveli pëlqejet emri im tek ata që më pëlqejnë. Si te unë për shembull. Yes. Kur shikoj për shembull si ndryshon jetët e njerëzve dhe ata që vërtet më duan për këtë që unë bëj, më japin më shumë satisfaksion se sa këto le themi sorrat e vogla që bëjnë krau. A do të vinte turp nga Ermali i vjetër dhe a do të vinte të vjetri turp nga i riu? Kam pas momente ku kam dështuar, kam pas momente ku kam bë gabime që nuk jam krenar për atë që kam bërë, por me sa duket ne vim këtu ku do të thënë në gjitha ti je këtu ku je, unë jam këtu ku jam. Panajoti është këtu s'është fare. Po si pasojë e 70% vendimeve të gabuara që kemi marrë. Edhe unë e them këtë. U zë bëj asgjë ndryshe, të betohem. Po mund të isha ndryshe më lart. Nëse të kisha bërë diçka ndryshe. Të isha akoma më mirë po thua. Po, padyshim që. Po mos u ngopsh më Ermal. Se Zoti bën mrekullira. Kush është ky? Me njerëzit. Zoti. Zoti bën mrekullira, po me disa ka shumë vështirë. Zoti po shkoi ka hequr flokët që 24. Shiko dhe Denisi i kamuflon që i ka, po se. Po, i marr këtë dhe i bëj këta që marrin kështu. Edhe kur mbillën bën transplant të po kur rrit e merr nga një vend tjetër. Fol për këtë boton. Se i shkaf. Unë tash do bëj një ngrirje kështu. Ore, me që pa flisim për distancën, po sulmet, vjen nga këta shokët që kanë mbrapa. Sigurisht që kam dëgjoj lart poshtë njerëz që nuk janë të lumtur. Të thomat e zhvezës portokallisë. Por Ermali nuk është se më shqetësojnë në këtë nivel, domethënë, sepse punoj shumë me vete, po një keqardhje vjen, domethënë edhe më shumë vjen keq për ata se sa për veten. Njerëzim. Ç'është kjo tendenca me shqiptarët për këtë dashurinë për këto figurat e djalit të mirë edhe të thjeshtë? Domethënë mua kur më shajnë një herë, jo ti je i thjesht, po bëjnë si. Ç'është kjo gjë? Se këta që quhen zakonisht ata të thjeshtë, i shumë kështu kanë ngrënë drekme në i kriminal.
Kanë marrë ja 2000 metra në vërmi. Nuk janë aq të thjeshtë, ore. Po thjesht bëj kështu. Unë jam si ju, jam popull. Unë jam popull i vasë, popullin. Këta urrejnë, po ç'është kjo tendencë e shpifur, se edhe ty disa nga këta e mbamën atëherë njerëzit s'kan bukë ta hanë çaj. Po. Ç'është kjo tendencë me djalin e mirë dhe të thjeshtë që Nuk su ka lodhën. pjatë me makarona, për shembull po të nxjerrën, po stoj një pjatë që po ha makarona, 200 lek. Po i ka bërë gruaja më Ai mish. thot, po është dikush, është gjithmonë njeri që thot, edhe gjithmonë se gjejmë atë. Është thotë njerëz kanë bukë, han ti ha këto. Oligark. Me gjakun oligarkëve shpura ajo punë. Jo vari leshin këtyre. Erma, ti i përmendes zotin në moment, si e me këtë të mbi natyrshmen? Shko, unë besoj ke Baba Gjyshi. një fushë unike, unë besoj ke një energji që është më e madhe se ne. Besoj që është një Zot, Beson në Zot. po dikush i thot Zotit Jezus, dikush i thot Allah. E më varet nga vendi ku jetojnë. Unë besoj që kontaktin me Zotin e kam unë personalisht nëpërmjet E kështu vetëm ti? po vetëm unë. Unë dhe ai. Me zotin Vasil Naçi. Jo. Zoti ynë Vasil Naçi. Është me këta shikve i vini natë. Ana jote. Ore. A do ma shesësh? Më shit mua tani. Do para kamerës për 30 sekonda, ma shit këtë emisionin nëse Denisi. Si do t'ja shise dikujt? Të bëjmë si të ujku i Wall Streetit. Unë Kjo përsi të ai më shit së lapsit, më shit mua. Më shit Hermal. Shit më. ja, atëherë parimi i parë në shitje është që ti nuk duhet shesësh. Unë nuk do t'i thoja merr Denisin. Unë do t'i thoja, a keti nevojë që të shikojnë kaq mi njerëz? Nëse nuk ka një dhimbje, nuk ka një shitje. Ai ka dhimbje, është Me romatizëm, do bjerë shimë. Atë ti do blesh, patjetër do blesh një produkt për romatizmin. e hëngre. Se kupton aq artistike, ai do vete ushtaraku nesër, do gjë njerëz me dhimbje kështu fizike apo. Po çe unë Ngele jam. pa shitur Denis. Kjo mund të shitej po të zhvishet Ermal Mamaqi, po. 50.000 views. Pa nuk. Thjesht na tha gjëra për këtë. Nuk shau asnjë as. Paltin Basha vaj maskar. Unë shava tavolinën. Si do të mbahet mend Ermal Mamaqi? Unë dua të mbaj mend si një njeri që e shijoi jetën, edhe i bëri të lumtur gjithë njerëzit që ishin pranë tij. That's it. Wow, nice. Tani do bëjmë një lojë të vogël me Ermalin? Që ta lëm të iki? Ermal, do bëjmë një lojë ti e ke bërë te Unë gjithmonë do të mbaj pantallonat veshur apo jo? unë s'kam veshur asgjë. Panajot, Okej, lozim ti atëherë. do jesh Kevina jon. Tani do bëjmë atë lojën më që mbahen këta personazhe tu te koka edhe unë ta përshkruaj ti e gjen kush është. Jemi gati për këtë lojën. Ja kam vjedhur nga Xing me Ermalin, e mbani më Xing me Ermal. 6 ditë para Ermalin ishte më mirë, por Po. me Xing me Ermalin ky bën më shumë lek, kështu që Po. E vërtetë është. e vërtetë është. Vërtetë është. Pavarësisht se më pëlqente më shumë ajo. Kemi pas Se më pastaj shumë avare sponsora. ti. Ti shtëpia të kanaçen. Hajde. Denis trego sa më i sakt. Po nuk di si ta përshkruaj. Është kërcen, balerin, Okej. ka një model flokësh që ishte në Itali në 2004. Claudia. Është rrëbu, është burr. Është burr. Iliri. Po, Shaqiri. Ilir Shaqiri. Gjeti. Bravo. Ermal, kalojmë me të njëjtën sfidë për Denisin. Si ka marrë asu në beton. Mos e kthe kokën Denis. Jo. Është personazhi më i përfolur i momentit tani. Mos Ahmeti. Oh, sa e thjesht ishte. Po na çam mbyllën apo prandaj. Është bërë e famshme në internet duke bërë provokime. Gjëra tani ka një emision që po jetë mirë. Haler si emision, po Renea. po bën lek. Rene? Renea, Forta Renea. Jo. E ke marrë në një film, në një serial. Në serial. Ka bërë emision kjo në podcast? Jo, bën emision tani. Çdo njeri një ka emision podcastin goxha e të vet. ndjekur, e di. Kur kam unë. Simpatike është, ka dhe nga 2 motra tjera. Ka motra. Po, të mira e ka. Jo, goca të mira domethënë, se edhe i njoh. I njoh më se i kam një kesha. Si t'ja them unë, ngjan shumë me Kim Kardashian. Thuaj është shumë Oh, hot. Megi Pojani. Po. Megi zemër. E prekja atë trigger point. Po. Po i ngjan. Ermal, kalojmë me personazhin e radhës. Po. Okej. Është prezantuesi portokallis. Magro Laga. Sala. Denis, ke mundësi t'ja kthesh me të njëjtën monedhë.
Ardit Gjebrea. Ka aq lek sa Arditi, po nuk I ka bërë në aq mënyrë të ndershme. Sa le ka Arditi? I ka flokët si ty po bjonde. Tre qereke të shmendur, nuk e di. Politikane është kjo tani dhe në për reality show, në për gjëra kështu. Mozameti. Jo, ka burrin burg. Okay. Tashmë, kush ka nevojë ta them fare? Mozameti. Monika Bellucci. Monika Bellucci. Po. E ke parë Monikën ishte se dhe ti opinioni, ai ishte opinioniste në Big Brother. Patjetër. Është qef kur marrin të panderur në një televizion kombëtar është shumë qef. Hajde. Gongu ishte kur ajo thon a çat trapin. Pse? Se di që e ka thënë ti? Po çka ka thënë se çat trapin? Po plak, ata kanë vjedhur lekë me gjë gjëra më madhe çka bërë. Na çat tra, osh na bëri në shqiptar. Hajde. Kjo është e vështirë, kjo është pak e vështirë. Mos ta tregosh kamerës. Ermal përqendrohu. Okej. Çdo gjë që ajo prek me dorë kthehet në flori. Burri jo. Nuk është e divorcuar. Nuk flet me burrin tani. Nuk besoj që flet. Dalina? Po. Dalina është vërtet. Po Dalina. Po ja, shiko këtë flori, këtë çevajir ka zbuluar. Gati Denis këtu të Ua, dua. gjithmonë gati. Ua sa po kënaqem, pse se zgjatem, ke bërë një ditë. Denis këtu fol me gjithë zemër. Me epsh të flas. E kanë qejf, ka qenë në politik, jo, po njerëzit edhe Grida Duma. Po. Okej. Njerëzit e kanë qejf për gjëra tjera. Ore, ta ftoj në Grida hajde zemër, se bërë një 2 like ato stand-up. Ja, më shpirt, jam çuri mirë. Për zotin. Sa e ka qejf komedi pse ftuar Albanën këtu. Okej. Bën tash me të Supermarket. Baba e ti ka qenë një nga komedianët më të mëdhenj shqiptarë. Tashi ne po gjejmë të birin. I biri Ja, është. Alban Prodani. Jo, Sa leko është komediani mi më. Shkodran. Nga ana tjetër. E di më jo, po se vdeta mo ju ldeta. Ja, ju tjetër. Shkon për komedinë, komediantë e vjetë kam respekt, chapeau të gjithëve. Love them. Mirë Denis, Zemra, patrioti im. Është po aq, madje edhe me elegancë unë. Normal ka dhe më shumë dhëmb dhe shumë para se unë. Është aktor apo Është këngëtar? prezantues. Prezantues. Shumë elegant është. Me Arbanës kurse kam hir muhabetin. Redion Liço. direkt. Dieta, siç ka ky me Dalinën, ta Ledioni me atë Arbanën. Jo, unë dua Dalinën. Por edhe unë e dua. Po Arbana, e do Ledioni se ti ke muhabet. Besoj se po. Domethënë, Unë dyshoj të kenë shërra ata, më bëjnë nuk kot. që duhen, po as Pra që që është mërzitur Ledioni që plasi ferma, mërzitur i qik. Patjetër Se se kështë mbyllur të ti në korë. mirë nuk i ka ardhur. Po ajo se kështë mbyllur. Nuk i ka Po të erdhur. qatë merë atë finalen. Jo. Që është përtheu ferma. Personazhe aty te Big Brother të merrin madh. Po u kënaqem, ë? Ke bërë shumë mirë, shumë duar. Liko për met, jo. Ka bërë Panajoti? Jo lafe. Atje e bërë. Po tani. Më lumshin duar. Po jasin në përmet jemi fiks. U kënaqet sot? Kur është tjetra? Po se ke mbaruar akoma. U pëlqeu me vërtet. Jo, po them emisioni kur është Ah. tjetra. Se mbas era mustard kjo. I kanë hedhur edhe raki brenda më duket. Hiq nga. Më bëm gjëra sot. Jo, Nuk na unë mësova gjëra. është diçka që unë them që do të quhet një trashëgimi kulturore për popullin shqiptar. Do lesh në amanet. Për Denisin. Atë mirë.